Studioja e Big Brother Kosova ishte zhytur në një heshtje të rëndë. Dritat e forta ndriçonin çdo shprehje fytyre, çdo lëvizje duarsh, çdo frymëmarrje të shpejtuar. Përplasja mes Limit dhe Albes kishte arritur një pikë ku fjalët nuk ishin më thjesht akuza, por plagë të hapura. Limi e theu heshtjen me një zë të ngurtë, të ftohtë, ku nervi dhe mbrojtja përziheshin bashkë. Ti thjesht erdhe dhe bëre një krash në shtëpinë time. Fjala krash ra rënd në ajër, sikur dikush të kishte goditur tavolinën me grusht. Alba ngriti me njëherë kokën, e habitur, por edhe e lënduar. Krash? Tha ajo. Çfarë është krashi, Limi? Çfarë po thua? Ai vazhdoi. Tashmë më i sigurt në ton, sikur donte ta kthente gjithë situatën në favorin e vet, ti erdhe pa ftu në shtëpinë time. U shfaqe pa leje, pa qenë pjesë e jetës sime. Thjesht erdhe. Në studio u ndje një murmurim me lehtë. Alba u drejtua në karrige, syt i shkëlqenin nga zemërimi dhe mosbesimi. Unë erdha pa ftu? Përsëriti ajo ngadalë, me zë që po i dridhe jo nga dobësia, por nga indinjata. Si e thu këtë gjë, Limi? Si ke guximin ta thuash këtë, kur ti ishe ai që më more në telefon? Ajo u ngrit në këmbë. Zëri i saj u bë më i fortë, më i qartë, më i prerë. Ti më more në tel. Ti më the, hajde. Ti më the të vi. Ti më hape derën. Dhe tani del këtu, para gjithë Kosovës, dhe thua që unë pas kam ardhur pa ftu? Limi lëvizi në vend, i kapur në kontradikt, por nuk u tërhoq, po, të mora. Por jo për këtë që po bën sot. Jo për të më nxjerrë keq, jo për të bërë lojë. Alba qeshi hidhur, lojë? Tha ajo. Lojë po bën ti tani. Sepse kur të interesonte, isha e ftuar. Kur nuk të intereson më, bëhem krash. Kështu funksionon për ty? Ajo u kthye pak nga kamerat, pastaj sërish nga Limi, mos e shtrembro realitetin. Mos e ndrysho historinë sipas interesit të momentit. Unë nuk kam hyrë në shtëpinë tënde pa leje. Unë kam hyrë sepse ti më fthe. Zëri i saj u zbut për një çast. Por vetëm për ta bërë edhe më të fortë mesazhin, dhe kjo është ajo që më dhem më shumë. Jo fjala krash. Por fakti që po përpiqesh të më fshish, të më zvogëlosh, të më kthesh në diçka të pavlerë, vetëm që të shpëtosh veten. Limi u përpoq të ndërhynte, unë po them të vërtetën time. Jo, ja preu Alba. Po thua versionin që të leverdis. E vërteta është se ti më kërkove. Ti insistove. Dhe tani po më bën sikur kam ardhur vetë, pa ftu, pa arsye, pa vend. Studioja ishte në heshtje të plotë. Çdo sy ishte mbi ta. Alba vazhdoi me një qetësi të rrezikshme, nëse unë pas kam qenë krash, atëherë pse më more në telefon? Pse më fole për bashkëjetesë? Pse më hape derën e shtëpisë tënde dhe derën e jetës tënde? Limi uli syt për një çast, por krenaria nuk e la të dorëzohej plotësisht, sepse mendova se ishte gjë e drejtë atëherë, tha ai. Atëherë ja ktheu Alba, mos e përdor sot si armë kundër meje. Mos e përdor për të më poshtëruar. Ajo ul sërish, por fjala e saj kishte mbetur pezull, unë nuk jam krash. Unë jam njeri. Dhe nuk kam ardhur pa ftu. Kam ardhur sepse më ftove. Dhe këtë nuk mund ta fshish, sado që të përpiqesh. Në studio ra sërish heshtja. Një heshtje që nuk ishte bosh, por e mbushur me të vërteta të thëna vonë. Dhe për herë të parë, Limi dukej sikur e kuptonte se disa fjalë, sa po dalin, nuk mund të merren më pas.